Ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Brikena Selmani, ka publikuar së fundmi një video ku po merr pjesë si moderatore në një emision. Në video e ka reklamuar trupin si peshk dhe bukurinë e saj. Përkundër stilit perfekt në këtë veshje të tejdukshme, asaj e vëren të brendshme duke bërë të duket edhe më joshëse. Brikena është aktive në rrjetet sociale ku shpesh ndan momente nga puna dhe angazhimet e saj profesionale, duke mbajtur një komunikim sa më të afërt me publikun. Përveç këtij postimit, ajo së fundmi ka treguar se i pëlqen atmosfera e dasmave dhe sezoni i tyre. Në mes të disa fotove, ajo shkroi: "A me hap sonte sezonin e dasmave, se më keni inspiru me u vesh fuqishëm", shkroi ajo në profilin e saj në Instagram. Brikena mbetet një emër i komentuar në mediat rrugës si për angazhimet profesionale, ashtu dhe për jetën personale. Kohët e fundit është përfolur se ajo dhe Mateo i kanë dhënë fund lidhjes së tyre, një lidhje e cila u ndërtua gjatë qëndrimit në shtëpisë më të famshme në Shqipëri, por me sa duket ka përfunduar fill pas përfundimit. Donse dyqja gëzojnë ende respekt për njëri tjetrin. Të paktën kështu kanë dhënë të duket në deklaratat që ka dhënë si Mateo, por edhe Brikena. Ju si mendoni, është ndarë në të vërtetë çifti më i famshëm i showbizit? Lini komentin tuaj poshtë videos.